edhe të shtunë ndështoi përpjekja për konstituimin e Kuvendit të ri të Kosovës, duke reflektuar krizën e thellë institucionale dhe mungesën e konsensusit politik mes partive përfaqësuese. Ky është një zhvillim që ka shkaktuar shqetësim të madh në opinionin publik dhe në radhët e analistëve politik, ndërkohë që vendi përballet me sfida të mëdha të brendshme dhe të jashtme. Në këtë kontekst, zëvendës ministri i drejtësisë Vlerim Sallahu ka bërë një reagim të fortë përmes një postimi në Facebook, duke lidhur situatën aktuale me të kaluarën politike. Ai ka përkujtuar 12 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, e njohur më gjerësisht si Zajednica, e cila u nënshkrua më 19 prill 2013 në Bruksel dhe u ratifikua në Kuvend më 27 qershor të atij viti. Sallahu ka publikuar emrat e deputetëve që ishin pjesë e asaj legjislature dhe që kishin votuar në favor të kësaj marrëveshjeje, e cila edhe sot mbetet një nga temat më të ndjeshme në diskursin politik të Kosovës. Ai ka vënë pa kontrastin mes vendimarrjes së tyre atëherë dhe pa aftësisë për të marrë një vendim shumë më procedural, siç është konstituimi i një kuvendi të ri. Sa jemi të 12 vjetori i nënshkrimit të Zajednicës në Bruksel, këta ishin deputetët që dikur kishin vot për marrëveshjen për Zajednicën, por nuk patën sot vot për konstituimin e kuvendit, ka shkruar ai, ndërsa ka publikuar edhe emrat e atyre deputetëve, të cilët nisin me Blerta Deliu Kodra, PDK, Gjevahir E Ismaku, PDK, Ganimete Musliu, PDK, Arben Gashi, LDK, Anton Quni, LDK, Armend Zemaj, LDK, Daut Haradinaj, AAK, Time Kadriaj, AAK. Ky komenti Sallahu të vjen në një moment kritik kur blokadat politike kanë sjellë në prag të paralizës funksionale të institucionale. Dështimi i konstituimit të kuvendit pengon formimin e qeverisë së re dhe zvarrit përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe kushtetuese të shtetit. Postimi i zëvendës ministrit nuk është vetëm një akuzë politike, por edhe një reflektim për kulturën e mungesës së përgjegjësisë politike në Kosovë. Sipas tij, deputetët që kishin guximin të votojnë një marrëveshje me pasoja të mëdha për strukturën e brendshme të shtetit, sot nuk po tregojnë as minimumin e gatishmërisë për të vënë në funksion kuvendin, institucionin më i lartë përfaqësues dhe legjislativ. Reagimi i Sallahut ka nxjerrur debate të gjera në rrjetet sociale, ku qytetarët dhe figura publike kanë shprehur shqetësimin e tyre për ngërçin institucional dhe kanë bërë thirrje për maturi politike dhe përgjegjësi para qytetarëve. Ndërkohë kriza vazhdon dhe zgjidhja duhet ende larg, me dështimin e sotëm, Kosova futet në një periudhë edhe më të paqartë, ku mos marrëveshjet mes partive politike po rrezikojnë stabilitetin institucional dhe funksionimin normal të shtetit të ri të Kosovës.